Gjatë ditës së djeshme në Gostivar dhe Tetov janë realizuar aksione kontrolli nga ana e zyrtarëve policor që kishin të bëjnë me sjelljen e mësorëve në komunikacion. Kjo për arsye se gjatë muajve të parë të këtij viti është rritur numri i aksidenteve që po shkaktohen mes të makinave dhe këmsorëve. Në aksionin e realizuar në Gostivar janë hasur 11 këmsorë të cilëve është dhënë flet pagesa për gjobë, ndërsa 6 të tjerë janë thirrur për të ndjekur ligjërata komunikacioni. Ndërkaq, në aksionin e realizuar në Tetov janë konstatuar 18 shkelje për të cilat 10 këmsorë kanë marrë flet pagesa për gjobë në vlerë prej 35 eurove në kundërvlerë të denarit, ndërsa 8 kanë marrë vetëm vërejtje me shkrim. Nga sektori punëve të brendshme Tetov njoftojnë se edhe gjatë periudhës në vijim do të organizohen aktivitete të këtilla dhe të ngjashme me qëllim që të vendoset rend dhe siguri në komunikacion. Kjo për fakti se për çdo ditë rritet frekuentimi i rrugëve në Pollok dhe për Rjedhoj, këmsorët duhet maksimalisht të jenë të kujdesshëm tek kalimet që po bojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Nga policia apelojnë që kalimet e këtilla të bëhen vetëm në vendet e shenjëzuara që janë për ta dhe duke respektuar rregullat e komunikacionit. Në të kundërtën, do të përballen me gjoba të cilat sillen nga 30 deri më 50 euro në kundërvlerë të denarit, varësisht nga shkelja që bëjnë. Policia precizon se vonesat e qëndrimit në rrugë nga ana e këmsorëve dhe moslëvizja e tyre në anën e djathtë të rrugës sankcionohet me 50 euro gjop.